Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje shumë të dashur miq. Ja ku po ritakohemi në këtë orë të vonë, në orët e para të mëngjesit, me videon që ne realisht postojmë në orën 3. Tani, tematika që kam përzgjedhur të flas është një tematikë tepër delikate. Do me thënë është tema që ka nisur ky Big Brother dhe po përfundon ky Big Brother. Tani çuditërisht krahasuar me Big Brotherat e tjerë, historitë që kanë nisur kanë patur një fillim, kanë patur një mes dhe kanë patur një fund. Do me thënë dinamikën e kanë patur të ndryshme. Çuditërisht, historia e Mirit dhe Selinës ka luhatje, por ka dhe shpresë. Vllau i madh këtë vit ka vendosur që për ndjekësit e këtij reality show të poston video nga atë se çfarë banorët thonë në dhomën e rrëfimit, apo më konkretisht sekuenca të shkëputura nga dhoma e rrëfimit. Ditën e sotme janë postuar 4 prej tyre, ku unë do të ndaloj tek njëra. Miri ka qenë i ftuar në dhomën e rrëfimit nga vllau i madh dhe ka fol për marrëdhënien me Selin, ka fol për lojën e Selinës, si qaset Selin, çfarë po ndodh me Selin dhe çfarë konkluzioni ka ndërtuar Miri kundërdrejt Selinës tashmë që Gimbo nuk është brenda asaj shtëpie. Çuditërisht, në fakt më çudit se si Miri është kaq i bindur realisht, edhe nga ku e merr Miri këtë përgjigjen që Selin do t'jetë pranë tij dhe pa marrë parasysh se çfarë ndodhi, unë nuk shoh asnjë pikë urrejtje, asnjë pikë inati, asnjë pikë mblefi nga ana e Mirit kundërdrejt Selinës. Selin u afrua, lojën e ndërtoi me Mirin, kanalizuan energjitë e tyre, bën lojë interesante dhe më pas, do me thënë, Selina u ngrit në stad më të lartë, fuqizoi veten e saj, fuqizoi lojën dhe në momentin që hyri Gimbo, që ndikuan i çik dhe informacionet nga jashtë, Selina u largua krejtësisht nga Miri dhe Miri edhe pse dëgjoi se çfarë i ati Selin kishte folur për të, ai në asnjë mënyrë nuk mbajti mëri, nuk mbajti inat kundërdrejt Selinës, por vazhdoi gjithmonë me shpresën të thënë, të pa thënë, por të lexueshme në mimika që ai ka një lloj bindje që Selin do t'i ktheheshte dhe rrugtimi i tyre do t'ishte një rrugtim i vazhdueshëm. Në fakt është çuditërisht e befasueshme se nga ku merr Miri këto bindje. Tani këtu ka dy gjëra. Ose kjo marrëdhënie e Mirit dhe Selinës, që është një marrëdhënie, do me thënë, e krisur tashmë, ku familjarët të ça nuk thanë, ku do me thënë doli jashtë kornizave të lojës, ku doli jashtë atyre mureve që u prekën dhe familjarët, ka një marrëveshje që ne nuk e dim, do me thënë, nga ana e produksionit, nga ana e Mirit, qoftë janë të lexueshëm me Selinën e kanë këtë energjin, nuk e di unë, ose Miri nuk është fare në dieni, do me thënë nuk ka arritur fare të kuptoj asnjë gjë, se si qëndrojnë gjërat jashtë, edhe ndoshta është frymëzuar apo e ka keq kuptuar nga pjesa e landit që, do me thënë, që e përmendi punën e komshies brenda asaj shtëpie. Dhe mendoj që Miri ka akoma shpresa që Selin do t'i kthehet. Tani Miri thot, ajo thot është me ne për Selinën. Ajo thot është në lojë me ne, por don thot të krijon një grindje mes meje dhe Rogertit, që nëpërmjet asaj grindes të afrohet me mua. Do me thënë Miri është duke pritur që në finale të ngjitet së bashku me Selin, duke e ditur që Selina është në një lidhje, duke e ditur që Selina krijoi ndjenja me një djalë, duke e ditur që Selina është larguar krejtësisht nga Miri. Miri do me thënë mendon që Selina do të afrohet pranë tij, do të krijojë një rrugtim të përbashkët. Tani, teksa sonte ishin në makinë të dy dhe po bënin xhiron nëpër Tiranë, e pash që Selina ngacmoheshte me Mirin, nuk ishte Miri ai që ngacmoheshte. Tani Selina, ose dëshironte që ta bën veten të rëndësishme pranë atij zotrisë që voziste atë makinë dhe pranë kamerës që i xhironte, ose do me thënë i pëlqen që të ngacmohet me Mirin, i pëlqen që të bënte shaka me Mirin dhe çuditërisht nga Miri,
ishin tepër të pranueshme. Do me thënë tepër kishte connection mes atyre të dyve. Unë mendoj që Miri ka akoma ato ndjenjat që ka patur për Selin dhe nuk i ka ndryshuar fare. Tani unë nuk pres që ndjenjat të ndryshojnë, duke qëndruar brenda asaj shtëpie. Unë kam qenë skeptik me thënë drejtën në këtë gjë, ju e keni ditur. Unë gjithmonë kam thënë, pasi që Miri dhe Selina u larguan, u ndan, pse Miri nuk e merr energjinë që të krijojë një debat të fortë me Selinën? Pse Miri hesht? Pse Miri gjithmonë kur bëhet fjalë për Selinën mundohet që të distancohet dhe mundohet që mos ta lëndon atë. Do me thënë, janë shumë pika që në të vërtet të çojnë të dyshosh në marrëdhënien e Mirit dhe Selinës, në atë që këto të dy vetë e kanë vendosur. Selina nuk grindet me Mirin, tani ka filluar nga pak. Miri këto gjëra i lexon si mundësi që Selina dëshiron që të kyçet tek Miri, do me thënë të rinis lojën me Mirin, ndërsa mua nuk më duken të tilla, më duken provokime më së shumti. Do me thënë Selina thjesht dëshiron që të jetë në qendër të vëmendjes. Këtë arrita ta kuptoj dhe në diskutimin, në debatin që pati mes Brikenës dhe Mateos, do me thënë Selina nuk bëri asnjë lloj reagimi. Do me thënë Selin ka një rrugtim të qartë se ku ajo dëshiron të arrijë me këtë Big Brother dhe me patjetër që ajo dëshiron të arrijë fitoren. Dhe e shoh që Mirit i pëlqen energjia që Selin e karakterizon dhe i pëlqen pozitiviteti që Selin e karakterizon. Tani çfarë ndodh? Unë në asnjë mënyrë, me thënë drejtën, nuk e besoj që Selina dhe Miri do të kenë një rikthim. Pa marrë parasysh Miri sa e pret, Selina nuk do të rikthehet, sepse Selina atëherë po u rikthy do bëj autogol me veten. Do me thënë Miri ja nxori partnerin e saj, Gimbon, nga loja, ja nxori nga momenti i bukur që ato kalonin, po ashtu mikja e Mirit Juela e nxori Gretën nga loja, dhe mendoj që Selin, në qoftë se do të afrohet me Mirin, ajo do të shkel me këmbë të gjithë rrugtimin e saj që e ka bërë dhe më së shumti do të shkel me këmbë partnerin e saj. Dhe tani, këto ngacmime që Selina i bën me Mirin, Selina do t'i tregon Mirit, me sa unë kam arritur ta kuptoj, që ti pa mua nuk ke lojë. Ti pa mua jas një gjë dhe ti nuk mundesh dot të bësh brenda kësaj shtëpie, po që se nuk është mbretëresha Selin, unë kështu e shoh. Do me thënë, Miri edhe pse ëndron, mendoj që i ka ëndra në akull që ato do të shkrihen së shpejti, por më së shumti do me thënë e shoh Mirin akoma në atë rrugtimin të fluturueshëm, që akoma nuk po e kupton që duhet i kthehet me të keq Selinës dhe duhet ta bën nëse dëshiron që të jetë i preferuar jashtë, nëse dëshiron që të jetë i duar trokëtur jashtë, dhe unë mendoj që Selin do të luajë gjithmonë me këtë kartën deri në natën e fundit të finales dhe ndoshta, pasi që sonte që bënin tifo për Mirin, u duk që Miri është fituesi i këtij reality show. Mendoj që Selin atëherë do të jep një përqafim thjesht për përshëndetje, por në mënyrë shumë egoiste, ajo do dëshiron që ta ruan lidhjen që e ka jashtë.